Në qytetin e Durrësit, në kuadrin e 100 vjetorit të lindjes së artistit të madh me famë botërore Aleksandër Mojsiu, u organizua një sesion shkencor. Sesionin e deklaroi të hapur Dritro Agolli, kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Për të pranishmit u dha një koncert me poezi kushtuar Aleksandër Mojsiut dhe me pjesë nga dramaturgjia botërore interpretuar dikur nga Aleksandër Mojsiu. Nëpërmjet një fotoekspozite, të pranishmit u njohën me biografinë artistike të aktorit të shquar. Jeta e vështirë e hodhi atë dhe familjen e tij nëpër rrugët e botës. Megjithse larg, ai për asnjë çast nuk e harroi atë dheun e tij të dashur, Shqipërinë. Në jubileun e 100 vjetorit të lindjes, populli ynë kujton me krenari birin e tij të talentuar, artistin me famë botërore, Aleksandër Mojsiu.